Atëherë, cilat janë detajet që ka arritur të zbardhë policia nga atentati regjistruar mbrëm në Flak? Përshëndetje, pavarësisht se shtetasi Arber Gorgeja, 36 vjeçari, i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e dieshme në periferi të qytetit të Durrësit, nuk e ka ndihmuar grupin e hetimit për sa i përket identifikimit të autorit, ka qenë vetë grupi hetimor i cili ka bërë të mundur që të zbardhë komplet këtë ngjarje të rëndë, ku mbeti i plagosur 36 vjeçari, por fatmirësisht në automjetin e tij udhtonin dhe dy fëmijë 14 dhe 15 vjeçar, të cilët nuk kanë pësuar asnjë lëndim nga ky atentat që ishte bërë atij. Policia e Durrësit ka arritur që të zbulojë se nëpërmjet autorit dhe të lënduarit ka patur një konflikt disa ditë më parë dhe konkretisht me tjatin e shtetasit K. Kazazi, 30 vjeçar, i cili është identifikuar si autori i kësaj ngjarje, ka qenë pikërisht 36 vjeçari, i cili ka dhunuar babajnë e tij disa ditë më parë dhe pas ditën e dieshme ata kanë pasur një takim në afërsitë të Flakës, ku dhe ka patur edhe një konfrontim të ashpër mes tyre, ku shtetasi Arber Gorgeja, 36 vjeçar, teksa ka qenë i shoqëruar dhe nga dy fëmijë të tjerë, është nisur në drejtim të Durrësit me shpejtësi, duke lënë të pa përfunduar, le të themi, debatin me 30 vjeçarin Kazazi. Ky fundit dhe ka ndjekur për një farë rrugë, ku në një moment ka nxjerr pistoletën dhe ka qelluar në drejtim të tij, duke lënë të plagosur me një plumb në pjesën e sipërme të brinjve. Më pas 36 vjeçari me shpejtësi, së bashku me dy personat e tjerë të cilët ndodheshin në automjet me të, e ka mbatur frymën, le të themi, në një farë mënyrë në komisariatin e policisë të Durrësit, ku i ka deklaruar se një person i pa identifikuar sipas tij, që nuk e njihte më parë, por me një automjet tip Ford Focus me portobagazh dhe ngjyrë të bardhë, ka qelluar në drejtim të tij. Dhe më pas ka ndodhur kjo histori, siç e thamë edhe pak më parë, që nuk ka dashur të japi shpjegime të mëtejshme se çfarë që ndodhur më herët me të, por policia ka bërë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të autorit, duke patur një hetim të thelluar të ngjarjes së disa ditëve më parë. Faleminderit Leonida Musa për raportimin dhe detajet që ndave me ne.